do të habiten, ja çfarë ndodh me këto shenja të horoskopit pas të 30-tave të tyre. Për këto 3 shenja të zodiakut, Akrepi, Briciapi dhe Peshqit, përjetojnë zhvillime të thella dhe shpesh sfiduese gjatë viteve formuese, por secila prej tyre arrin pjekurinë dhe vetëdijen e plot në mënyra të ndryshme dhe në kohë të ndryshme të jetës. Akrepi, transformimi përmes sfidave në ndikimin e Plutonit, planetit të ndryshimit të thellë dhe rilindjes. Akrepat përjetojnë fëmijëri dhe adoleshencë të mbushura me sfida emocionale dhe mësime të mëdha mbi besimin dhe vetdijen, që herët ata mësojnë të mbështeten te intuita e tyre fort. Sipas astrologëve, rreth moshës 36 deri 42 vjeç, akrepat përjetojnë një kthesje etike, çlirohen nga e kaluara dhe fillojnë të jetojnë në përputhje me jetën e tyre të vërtet, duke lënë pas çdo pengesë që e ka kufizuar lumturinë. Briciapi, pjekuria përmes përgjegjësisë. Briciap të sunduar nga Saturni, planeti disiplinës dhe karmës, ndihen shpesh të detyruar të rriten para kohe, që në moshë të re, jeta u vendos përpara përgjegjësitë të rënda, shpesh duke kaluar përmes sfidave që i forcojnë dhe i bëjnë më të qëndrueshëm. Megjithatë, rreth moshës 28 deri 30 vjeç ndodh edhe ndryshim i madh. Kjo është periudha kur ndikimi i Saturnit i ndihmon ata të lënë pas kufizimet e skaluarës dhe të fillojnë të ndërtojnë një jetë më të lirë dhe më të vetëdijshme. Peshqit, rruga nga izolimi tek realiteti. Peshqit janë një shenjë shumë emocionale dhe shpirtërore udhëhequr nga Neptuni, planeti i ëndrave dhe iluzioneve. Në vitet e para të jetës, ata shpesh e kanë të vështirë të përshtaten me realitetin praktik dhe mund të ndihen të humbur në botën e tyre të brendshme, por rreth moshës 40 deri 42 vjeç, ata do të kalojnë një fazë pjekurie më të thellë. Ndajnë romantizmin nga realiteti dhe fillojnë të ndërtojnë marrëdhënie të shëndetshme, duke kombinuar ndjeshmërinë me vendime të mençura dhe të qëndrueshme. Këto faza të pjekurisë astrologjike janë dëshmi se çdo gjë ka një rrugëtim unik drejt vetëvlerësimit dhe qëllimit të jetës dhe se kurrë nuk është vonë për të jetuar në përputhje me vetveten.